Tani shiko, Liam, me qenë se mu TikToku s'më shmbyllur akoma. Jo, nuk më shmbyllur. IP. Jo, nuk e kam IP është. Jo, më fare. Thjesht, jo s'më shmbyllur akoma, po mbyllen me radhë. Tani, hajde çik Liam, hajde çik. Tani me qenë se kemi këtu që s'më shmbyllur akoma. Tani, Liam, tash se këtu po na ndjekin shumë veta, e kupton veti, ndjekin shumë dhe ndoshta nga që ti si një ish banor i dy, mos më puse kanë filluar më put burr me burr atje, edhe është problemi i madh. Ke kalu 2 Big Brother. Po. 2 cop 2. Është vërtet. Tani do edhe kam qenë i dytë si ty. Ki qenë i dyti një herë, pastaj dole i dyti 17. Tani, thash edhe pak më përpara që nuk ja blen me qenë, si më thon, njeriu që ka qenë një herë brenda duhet ta gjykojë lojën ftohtë, apo jo? Ftohtë, normale që ka duhet të ketë logjikën e vet, jo. Tani je para zgjedhjes. Po. Një pyetje do të bëj dhe s'do të bëj më. Jepi zalla, jepi Bieri. Tani, ne duam të dim Liam se me kë është tifoz Liami. Shumë faleminderit Liam, ishte një kënaqësi intervista me ty, faleminderit shumë.